je i knoqur me rejen tonë? Po, nuk jam i knoqur, absolut. Pse? Absolut. Sikur të zotit, kur fa respekti, s'ka as për mu, as për qoqen teme. E djali yt është tash i lumtur me to. Apo, ajo është i lumtur. E kom djalin tjetër të martuar me një të huaj. Ajo sa herë të mrana, ajo vjen na qaf. Mu edhe gruan, unë jam shumë i knoqur me atë të huajin se me këtë tonën. Çfarë mendimi ke për rinin sot? Për kan? Rinin. Për rinina, kom shumë kritika. Pse? Kritika për familjarëve tyne që se edukojnë pak ma mirë. Po, na gjenerata vjetër, kur nuk pajtohemi me rininë e sotit. Absolut. Pse ka ndryshu ka shumë? Për menjën time që tash me të hekë dorë, zati sa vjeqare je? 21. 21? Ti të kje shumë e vjetër e pas ke kohën. Kur hypin autobus i shofermët ka 4-15 vjetë, me thëj kaq, une menojnë që ato për mu lyë, për mu në gjë është tjetër. A më familjar që shmujnë ashtu, baba, nona mi toleru, ajo është problem i keq popullit shqiptar këto. Do me thonë vajzat e reja, Po. ti nuk je i knoqur me... Absolut, heq, jo veç une, po që vete atë shokin atje. E pse ka ndryshu që ka shumë qik? Ka ndryshu mas luftës, ju këna onë këte për liri i femnave, këtë programa televiziv, sari lëshoj edhe shuki dikur, s'do mi këqyrë, femnat këtë dominojnë. Po. Presidentja Osmani, dja par dje, i qoj femnat edhe ma larkë, ta mi vesh me në FSK, në TMK, që apo di une, po, ajo burat luftojnë femnat. Pse po mendon që si kohë jeni shote Galica, feme nuk konë? Po, edhe ajo konë, po, ka koha, ajo nuk u konë, koha sotit që shështë thënë. Që, një ngacmim me bo, shkon burg. Ato, qërë kuvendi Kosovës, o qëto, se setoj në këto iqë. Po, kuvendi Kosovës, shere vje për qëtuit. Po, janë 23 delegate atë edhe... A po thu që respekti u konë ma i mirë diku? Shumë. Po pse ka ndryshu vajzat e reja që ka të shumë? Po qaj është... Përveç edukatës familjare, ko edhe najsan tjetër që këtu i ka po me ndryshu teknologjia, liria tepër... Po, liria tepër i ka bo për sepre. Unë e kom një vajzë, e kom pas probleme me martu vajzën, se për djemë se kom pas problem. Pse e ke pas problem vajzën? Vajzën, kom dash kom pas që më martu për një shqiptar. Do me thonë të jeton jashtë? Po. A u martu vajza jote me Po, shqiptar? u martu me vajza me shqiptar. U martu dhe djali me shqiptarke. Po, nuk jam i knoqën. Absolut. Pse? Absolut. Sikur të zotit. Nuk je i knoqën me rejen tonë? Ja, në mëngjes martohen, mas 2 ditë e dahen. E djali yt është tash i lumtur me to? Apo, ajo është i lumtur. A ka respektin ajo për ty? Po, absolut. Kur fa respekti, s'ka as për mu, as për qoqen teme. Pse? Po, a u konë vajza këtu Kosovë? Po, do të mja vetë nonën edhe babën se s'ka respekt. Po, nonën dhe babën do të mja vetë se s'ka respekt. A ju ka thonë ai fjallë tronë që ju nuk... Ja, fjallë trona s'ta ka thonë, veç qashtu me sjellje, na ignorë në çdo moment, qaj është pitje. A ka ndodhë mja shpreju na i pak na cit juven edhe aja mos mja morë për asysh? Lëshenere, pa. A jeton me to? Po. A e din djali që aje nuk ju respekton? E din valla bëllë mirë, sikur unë krejtë sikur këtë dyja. A i ke thonë të najher djallit na i sen për... I kom thonë lëshenere, pa. Qka ka thonë? Gruja më ka thonë ata peqojnë mirë, për neve s'ka dertë. E djali yt që ka thonë kur e shet që aje nuk ju respekton, nuk ju danë, se ju ka prind? Nashta djali i fol, po aja kryte ka, sikur baskite këtyne here që jënë konën s'jallë fjalla. E do me thonë ti nuk je i knoqën me shqiptare, nëse i kish marrë të hujen, po i kish pas respektin ma të mirë. E kom djalin tjetër të martun me një të hujen. Ajo sa herë të mrana, ajo vjen a qafë. Mu edhe gruan, unë jam shumë i knoqën me atë të hujen, se me këtë tonën. Do me thonë ma të respektush me vajzat i shtetet tjera se vendi tonë. Absolut. Unë e veç vërtetën e foli, asë nuk e shtajsh. E pse në bo qikat kështu? E tash unë po të veti ty, pse e në bo? Nuk e di, unë e kam respektin. Po, pse?
Për çfarë arsye? Se tash t'i bjen njona dhe mirë morin shembull krejt. A mund Masi, të janë krejt? masi që u kry lufta, prind kanë menu që tash ka lunë tjetër në botë. Edhe ka mungu edukata, edhe ka orë drejtë që kjo, ja. Disfat me e modhe për neve nuk ka. Disfata me e modhe që për shqiptarët Kosovës, në pyetje janë femnat. Pa. Çfarë këshille ja u kishë jep vajzave me respektu vjerrit, me respektu të afërmit e vet? O, kërkon njeri nuk e bën, thoni gatë. E i lynë si macat, po ajo është një katastrofë. Do me thonë ti je kundër që me unë drejgjoj. Pa, ja, normal. Edhe me koha, 3-14 vjetë, femnat, po, a i ke po dhe vetë? Po. A jeti e knashën me qatë? Jo. Tu në jetoj jashtë, Cyri, Zisër. Rrugët janë të mira, teri 4-5.000 frank. Një kafe e ki 4 frank e 80, 5 frank. A këtu e kimi 1 frank. A ka pas rast që ki dosh me u kthy krejt në Kosovë? Ku më këthi, hajde. Alla shtirë më motër. Katastrofë këtu. Mos vetë. Por me jetu normale, teri 1.200 euro. Rinisi kishë në dhonë, mos me lishu Kosovën sa të mëjnë. Ka ndryshu pak, diçka ka ndryshu. A për mirë a për keq? Për mirë. Për mirë. Për mirë, po. E kuajnë ju si ka qenë? Mirë. Edhe atëherë keni pas respektin e po, mirë. po. Sot a janë të ndikum rinia prej telefonave, rrjeteve sociale? Janë valla. Se në kohën e ju të e pas parasysh që nuk ka pas. Po. Edhe keni kalu kohë ma shumë me familje, e sot sa po kalojnë kohë me Si mbos TikTok-i mos më pëlqen. Do mi prish rinia. E tash Albin Kurti a mendon që duhet për me e largu TikTok-in? Jo. Po, TikTok-in po, duhet. Edhe është flit që është u dosh prej vitit arshëm me largu edhe Big Brother VIP Kosova, a ka marrë vendim kryeministri? E kom dëgju, po. Po, mirë, edhe aja mirë është. Mirë, se është jep, çfarë shembulli është jep ky reality show i Big Brother VIP Kosova? Është jep shembull të mirë apo të keq? Po, vallahi kohën e mram hiç, motër. Ja kanë shti shumë hile, shumë të shka. Pa lidhe më kom dokët, unë jetoj jashtë. Jashtë në cili vend? Cyri, Zisër. Në Zvicër? Jo arë për pushime? Po, pushime. Sa po të merë malli për Kosovë këtë Po merë normal, vendlingja. Normalisht. Sa herë në vetë vjen? Vjen 2 herë. 3, si pas kushte. Si pas kushte, ta është po ki mundësi me uen pak ma shpesh? Po. Apo nga të regon, a është e vërtet që thojnë jënë rrugat ka 4.000-5.000 euro? Në Zvicëra? Në Zvicër, në Gjermani, këto ka? Janë, po. Veç jeta është shtrejt, atje veç rrugët janë të mira. Jeta është shtrejt. Një kafe e ki 4 frank e 80, 5 frank. A këtu e kimi 1 frank, po, në Zvicër, Cyre. Po e në Gjermani? Unë fëmija i kam. Po, në Gjermani kam 2 një dhe atje shkoj. Qikën e kam. Edhe qikën e kam? Po, të bremen e kam atje, po. A është e vërtet edhe për atje që janë rruga që ashtu që shku flite? Po, dishka po, veç Gjermania madha, 70.000 banori ka. Gjermani, milion, po mendoj. A ka pas rast që ki dosh me u kthy krejt në Kosovë? Po, si mbas kushtet njëherë që janë punë të dhe që ku më këthi, hajde. Alla shtirë më motër, shtirë për sheshtë. Sa ishtë duhet me kun një rrugë mesatare në Kosovë për me jetu një jetë normal? Për me jetu normale, tërë 1.200 euro.